Ikim bashkë në Big Brother VIP Albania. Ne një duhem në studio që të nisemi. Kam bërë një make-up shumë të pastër të vetja sot, nuk e di nëse dua t'i shtoj eyeliner apo jo. Do të shtoj edhe rimel poshtë syrit. Për momentin jam te vetullat, por pastaj do i mbush shumë lehtë, se nuk i dua shumë të errta. Ose këtë vetull e kam gjithmonë më lart se kjo tjetra. Prandaj gjithmonë merrem më shumë me këtë. Dhe ta shkurtoj pak këtu. Po shtoj edhe pak rimel. Më thoni në komente çfarë make-upi keni qejf që t'i bëjmë vajzave. Çfarë mendoni ju që i shkojnë më shumë? Pasi u bëra gati, shkova në studio që të bashkohesha me stafin për të ikur në Big Brother. Kisha një super good feeling për sot, çdo gjë shkoi fiks siç e mendova. Këtu po bëja make-upin e Rizartës, pastaj te pjesa e syve punoi Henry, pastaj bëra make-upin e Olës. Një bazë glowy dhe sy të pastër me një penel të zi. Te buzët kisha menduar të bëja diçka si cherry lips, po në fund fare i ndryshova, i bëra pak më në roz. Mua të gjithë vajzat më pëlqyen shumë sot, secila kishte një look pak më ndryshe nga primet e tjera. Dolën shumë bukur dhe mino kush i pëlqeu juve më shumë.